me ti emrin. Dhe thamë emrin e ka Abdurrahman ibn Sakhar. Të dalim tek Ebu Hurera, radhiyallahu anhu, historia e tij me nënën e tij, me historinë e Islamit në nënës së tij. Ebu Hurera radhiyallahu anhu është në sahabët që ka transmetuar më tepër hadithe se tërë sahabët e tjerë. Edhe pse ka pranuar Islamin më pas. Dhe shkak ka qenë që ai i qëndronte shumë afër profetit alayhis salam. Ebu Hurera njihet gjithashtu që ishte shumë respektues ndaj nënës së tij. Ishte shumë bamirës ndaj nënës së tij. Ishte shumë i sjellshëm me nënën e tij. Allah i mëdhëruar e shpërvoi që nëna e tij e refuzoi Islamin. Nuk e pranoi. Dhe ai çdo ditë, përsi dhe transmetohet në këtë histori, e thërriste nënën e tij në Islam. Dhe e luste Allahun e madhëruar për të. Për këtë ai dëshmon vetë, ku i tregon profetit sallallahu alajhi wasallam, i thot, unë e kam thirrur nënën time shpesh herë në Islam. Dhe e kam lutur Allahun për të, por ajo ka refuzuar. Sot, ishte një ditë për të tregon Ebu Hurera, sot thot, e thira në Islam dhe ajo më bëri të dëgjoj një fjalë që më lëndoi, foli keq për ty. Ebu Hurera, pasi dëgjoi fjalën e keqe që tha nëna e tij për profetin e Islam, doli nga dhoma, nga shtëpia e tij, duke qajtur, i prekur, i mërzitur, me një keqardhje shumë madhe për nënën e tij. Me një keqardhje shumë madhe se si nëna e tij e ofendoi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurera, edhe pse nëna e tij e refuzonte, fliste keq për Islamin, e refuzonte Islamin, e refuzonte thirrjen, ai vazhdonte me të mirë, insistonte me të mirë dhe shpresonte shumë që nëna e tij pranonte Islamin. Është një histori që ka urtësinë vetë nga Allahu i madhëruar. Një histori dhe një ngjarje e cila është i ngjashme me shumë histori tona që mund të kemi në shtëpitë tona. Babai nuk beson, nuk falet, ose nëna, ose vllai i madh, ose vllai i vogël, ose dikush i afërt. Ne përpiqemi që ata të pranojnë vërtetën. Mëshira jonë për ta njerëz duhet të jetë shumë e madhe. Mëshira dhe keqardhja jonë për ta afërmit tan duhet të jetë shumë e madhe. Ibrahimi alayhis salam me babain e tij u sprovua deri në fund dhe ai nuk e pranoi Islamin. Përsillet se Ibrahimi alayhis salam ditën e gjykimit, kur shikoi babain e tij që do hidhet në zjarr, i kujton fjalën e Allahut azza wa jall, e thot fjalën e Allahut mëdhëruar, që më ke premtuar se s'do më poshtërosh ditën e gjykimit. Unë kam kërkuar dhe ti më ke pranuar lutjen time. Ibrahimi alayhis salam njihet si një njeri i cili kishte një zemër shumë të mëshirshme. Kur erdhën engjëjt për të shkatëruar popullin e Lutit, Ibrahimi dëshironte dhe shpresonte që mos zbriste ky dënim. Edhe pse Allahu i madhëruar me urësinë e tij, me drejtsinë e tij kishte vendosur që ai popull të shkatërrohesh për të keqen e madhe.
që dhe poshtërsinë e madhe që do vepron. Dhe kërkoi ditën e gjykimit Ibrahim a.s. Allahu të madhëruar të mos e poshtërojë në këtë formë. Dhe këtë prapë ke qarë babait e tij. Transmetohet në hadith që Allahu i madhëruar do ta shpërftyrojë fytyrën e babait të tij në një pamje shumë të keqe, neveritshme. Dhe do thotë larg. Për i treguar se sa në poshtërsi të madhe ka qenë babai i tij. Ne në dynja, dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Realitetin e krimit të madh që bën një besimtar nuk mund ta kuptojmë tamam. Kërkon kuptim nga udhëzim nga Zoti, që ato gjunahe që i bën biri i Ademit, njeriu, Allahu i madhëruar, kërkon udhëzim nga Allahu që ti kuptojmë sa të këqija janë dhe sa të rrezikshme janë dhe sa të padrejta janë. Pra, ne bazohemi te tekstet e Kuranit dhe hadithet kur duam të njihemi me një vepër që është e keqe. Njihemi normet kujt. Pra, kur Allahu i madhëruar e ndalon, kur Allahu i madhëruar e ndalon, përmend dhe dënimi për të. 2. Por se sa më shumë të njihesh me Zotin tënd, me fenë e tij, me të dërguarin e tij, sa më shumë të kesh dije, aq më shumë do kuptosh rrezikshmërinë e gjunahit në thelb, në vetvete. Dhe gjunahit më të madh që është idhujtaria ose mohimi. Dietarët në librat e akidës, shumë prej dietarëve veçojnë një kapitull në akide. Thot, rrezikshmëria e madhe e idhujtarisë. Njohja me rrezikshmërinë e madhe që ka mohimi. Në përmjet kujt? Tekstet, s'kemi formë tjetër. Që njoftohemi nga Allahu i madhëruar i dërguar i tij në lidhje me çfarë? Me gjuna. Dhe gjunaji më i rrezikshëm është cili është? Është mohimi ose idhujtaria. Për shembull, nga pasoja më të këqija që ka idhujtaria ose mohimi, nëse njeriu vdes në atë gjuna, është i gjuna nuk i falet. Ai gjuna i fshin gjithë punë të mira. Dhe nëse vdes në atë gjuna pa u venduar për me mohimin, me kufrin ose me idhujtarinë, je i përjeshur në zjarrin e xhenemit. Nuk bën dobi ndërmjetësimi askujt. Nuk ta fal Allahu Azza wa Jall kurses. Çdo gjuna posti është mundësia që Allahu i madhëruar ta falë. Pa dënuar. Dhe nëse je besimtar me njësuesi Allahu Azza wa Jall, sa do të jesh gjunaqar, mund të futesh në zjarrin e xhenemit një kohë, por det prej tij një ditë. Nërsa mohimi, idhujtaria është rreziku i tyre shumë i madh. Nuk ka shpresë për dalur, nuk ka shpresë për shpëtuar, nëse vdes në atë gjuna. Dhe çdo gjuna në përgjithësi është i nënçmuar, është i rrezikshëm, është i padrejtë. Është i padrejtë. Nuk t'ja vlen për asnjë gjuna që të nënçmohesh ditën e gjykimit nga Allahu i madhëruar dhe Zoti i gjithësisë. Nuk ja vlen për asnjë gjuna që personi të shijojë qoftë një sekondë zjarrin e xhenemit. Mos shiko çfarë gjunahi bën, por se shiko kë kundërshton. Është shprehje e sahabit të nderuar. Abdullah ibn Mas'ud, mos gaboj. Thot mos shiko gjunahin, sa i madh i vogël është. Po shiko se kë kundërshton. Pse do të këtë çështje? Sa do ndiheshëm jemi ne?
sa e ndjejmë dhe sa të mëshirshëm jemi, pra sa e ndjejmë të keqen që ndodhet një person i afërt kur ai mohon Zotin. Dhe sa me kujdes duhet sillemi me atë. Edhe pse ai mohoi Allahun Azza wa Jall, ne jemi të urdhëruar që më të mirë të flasim për atë. Me bullësi dhe qetësi dhe madhuri. Edhe pse ai ka thënë fjalën më të poshtër, më të keqe. Ne kur flasim, komunikojmë me një të afërt tonë, komunikojmë në mënyrë më të mëshirshme. Dhe a dorëzoheni? Nuk dorëzoheni. Asnjë moment. Normalisht ruajmë që mos bëhemi edhe bezdieshëm me të folurën e shpeshtë. Enes. Ojta. Sëriquni. Allah të rritë. Rapo të rritë. Dhe besimtari duhet dorëzohet, duhet i përdori gjithë mënyrat, të gjithë format. Forma e parë është thirrja e drejtë për drejtë. Mënyra më të mirë. Çdo formë tjetër, mënyrë tjetër, duhet pasohet me lutje, si rasti i kuverelës. E thirrja nënën time dhe lutesha për të. E thirrja vllajit tim dhe lutesha për të. E thirrja babait tim dhe lutesha për të. E thirrja nusën time dhe lutesha për të. A e di që ka shumë histori të cilat burri se ka detyruar grua të falet. Po çfarë bënte? Tregon një histori që ai kur falesh, merrte se gjatën e vet, merrte të gruas se vite këtu, edhe pse ishte bosh. Falesh para gruas. Falesh vetë, Allahu Ekber, edhe e kuptonte që kjo se gjatë i takonte asaj. Dhe prekesh. Ai ishte në fillim që më duhet kjo se gjatë të mbushet, këtë të plotësuar me ty. Dhe i zohën shumë, ku qikoj gruan time të falu pas me. Kaloi një ditë, 2, 3, i insistonte. Falesh në të para kësaj. Ajo shikonte. Merrte abdes, nuk i thoshte gjë. I thoshte nga pak çdo herë. Erdhi momenti kur ajo thoshte shahadetin, merr abdes dhe falet me burrin e saj, po, bashkë namaz. Kërkon insistim. Kërkon rreth parë lutje, që thot mbështetje tek Allahu Azza wa Jall, kërkim time, dhe thirrje të herpaseshme. Thirrje në forma të ndryshme. Jo vetëm thirrje për drejt me fjalë. Por se ka forma të ndryshme që ne do të insistojmë në mënyrë që i afërmi jonë të besojë. Dhe udhëzimin është tortë për Allahu Azza wa Jall. Po a duhet ne na flet gjumë, pra na flet syri gjumë rahat, dhe një afërmi ynë është në humbje? A duhet të mësohemi ne gjërave tamam? Kur akoma i afërmi im, nëna, babi, vllai, gruaja, fëmia, nuk është udhëzuar? E kam bërë timen? A jam munduar tamam sinqerisht? Si do jetë përpjekja jote ta shikosh gruan tënde, nënën tënde, duke ecur dhe përballë saj u zjarri, dhe më pitë. Si do ndjehesh? Pra, si do ndjehesh nëse shtëpia është duke u djegur, aty ke grua, nënën, fëmijë. Zjarri i dynjas. Çfarë, pra, e kuptoni vëllezër që ka shumë rëndësi të ndjejmë gjërat siç duhet. Duhet që të jemi shumë të mëshirshëm. Unë këtë ne kam thirrë vetë tek vetja ime, kam qenë student në Jordani. Atë periudhë pritët e mi kanë qenë, akoma nuk ishin besuar për në islam. Largësia bënte
punë e saj, malli shtohesh nga 2 anë, dhe ata për mua dhe për ato. Ligjërata që gjoja në përse nga djetarë në profesorët e mi atje, në xhamia në shkolla, më rrisin imanin dhe bindjen e plot në atë që do vi më pas, prej dënimit dhe shpërblimit. Kishte rritje imani si kur e shikoj e gjykimit. Kishte rritje imani sa më ditë e gjykimit në gjumë. Frikë, zjarë, shpërblim. Dhe pritit ishë një moshë që të vogël, ishën mbi 60 vjeç. Babaj dhe nëna këtë që shpirët. Dhe kisha frikë, është një moment, vdiq të la. Vdiq në jo në islam. A do t'imi a ishtë tëftot, a ishtë akut në ndjenja, si musliman, që në ka uzur Allahu Azza wa Jall, sa të flejnë gjumë rahat, dhe këtoj një jetë normale, edhe pse pritri tanë, edhe pse motra vlaj është në mundur. Si është e mundur kjo që një musliman, që është i bindur në atë që ka besuar, dhe është i bindur 100%, të mos tjetë përkupimi ti i përditshëm se si a i të mundohet, ne jemi shkak vetëm, të kemi qartë. Por se a ke për pa mundurën, a e ke për qita, a nuk nashme që në që je. Qotë për vetëm tëmë dhe qotë për tjere. E buhërera për qante, i mu i të meruar, i friksuar, në keqarë, dhe tha, o i dërguar e asës. Luta Allah për e ti, u tërësorë. Pra më timi që dua zhjithë. Nuk është çështja se unë nuk përdoroj do të më të thrasë në time. Po s'dua të të gjëj më nënën time të ofendoj ty. Do të gjë. Deshe Allah Azza wa Jall, profesor së da me shirë në vetë, që kishtë si për zemër më e mëshishme nga zemrat e njerëzve, e lutë Allah Azza wa Jall për nënën e buhërerës. Dhe shkon e buhërere, dhe afrohet derës shtëpisë, në gjonë zhurmë e largës. Dhe ajo pranon Islam. Me lutje në kujtë e profesorës. Dhe gëzohet dhe buhërere me gëzim shumë. Dhe a ka shkak që ja fletë zonë në nëse di shkak, nuk ka. Dhe gëzohet për shumë qëra e dynjane. Jo fitun, ka që pare, jo nesi biznesi, jo e morëm të punë, jo bëm me fëmi, jo bëm me këshu, na kemi këta, kemi atë, po, nga gjë e të gëzohesh. Po nuk ka gjë që të gëzohen më tepër, se sa kur një afërt për në Islam, edhe bëhet musliman. Dhe shkak je ti. Dhe shkak je ti. Prandaj, besimtari duhet tjetë i ndjeshëm, pra tjetë ka ardhur në hadith të zemra e atyre që hynë në xhenet janë si zemra e zogjëve. Të ndjeshëm. Pra me një herë shqetësohet për gjë që tu shqetësohesh. Janë të buta. Janë të ndjeshëm. Ne duhet ta përjetojmë atë që besojmë. Duhet ta jetojmë, për ta përjetojmë, ta ndjejmë. Ajo që na pret është pa diskutueshme. Na pret vdekja, na pret jeta e varrit, na pret ringjallja, na pret gjykimi, na pret shpërblim. Ti si besimtar që Allahu ka dhënë ty këtë mirësi kaq të madhe, ta dish, dije të sigurt se në rasti kur ti si besimtar jeni familje që përbëhet nga besimtar dhe jo besimtar, e ke detyrë të madhe, e ke detyrë shumë të madhe, që ta persona të cilët nuk i ka arritur akoma besimi, nuk i është futur akoma drita e Islamit në zemër, të përpiqesh e të përpiqesh në çdo mënyrë, me të mirë, me kujdes, me moralin më të lartë,
që këta persona të udhëzohen sikurse jetë ti. Po nuk udhëzohen këta persona kur të shikojnë ty në fenë tënde që ti luan. Që nuk je serios. Që s'ka gjë. E për të këtë. A e dini ju që ata që janë një jashtë na shikojnë neve që jemi brenda në xhami, në fe dhe në islam. Qoftë nga të afërt, qoftë nga ata që janë më larg. Na shikojnë kështu në vrim, pra me madhe të vogël. E bëri se bëri. Edhe pse ai vet nuk ka pranuar akoma. Po di të alloj kush është serios dhe kush luan. Prandaj shumë persona tregojnë histori, ku kanë qenë në Evropë, ato të cilët kanë qenë jashtë Islamit, janë përballur me shumë musliman përgjithësi. Musliman që çfarë? Që ku i thonë pije terakin e pite. Hashkin këtu shkonte. Dhe musliman, ose me e dorën gruas, e të dorën gruas. S'kishte që për shtatësh, thojë se. Dhe kishte musliman, që a i kur vite kohë e namazit, ishte në seminar, qoftë ishte që bronde doktoraturë në ose master, i thoshte pedagogët lutën, kam kohë në namazit, 2 minuta dhe 10 minuta të falë. Ose qoftë ishte pedagogë vetë, i thoshte studentëve, falë 2 minuta kam kohë në namazit, të falë 2 minuta. Ose ishte, kur një afrohesh, pra një kolege në punë jetë të dorë, ishte në faktë se aktorë se kanë taluar të janë përdori kuaj që nuk është afër mja ime. Ose kur dikush e fton tavolinë për të pirë i kod raki, ose alkool, ai thotë më fal, nuk ulem dot në tavolinë që pihet alkool. Është serios. Është serios i ashtu? Në fenë e tij, në ritualet e tij. Ata e dinë që ne kemi detyrë namazet në xhami. Kur shikon mu, pra familje ose një afër, që unë neglizhoj namazet në xhami, neglizhoj të bëj këtë detyrë që kam detyrë për detyrë. Nuk të merr shumë seriozisht. Dhe kur ti një herë këshillon dhe 10 herë nuk këshillon, po kështu pasën. Kur ti e ke seriozisht, qoftë ke vetë jote, qoftë ke këshillat që ti nuk tjerë, atëherë ka pesh më tepër. E lusë Allah në madhëruar që t'i udhëzoj të afërt tanë, t'i udhëzoj familjet tona, t'i udhëzoj fëmijët tanë, motrat tona, vëllezërit tanë, tek rruga e drejtë në Islam. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa kur shikon të afërt tënd që nuk është në rrugën e drejtë. Nuh alayhis salam u sprovua me djalin e tij deri në fund. Dhe ishte një sprovë shumë e madhe. Allahu përsi vetë vendosi që djali i tij të vdiste luftë. Sa Nuh alayhis salam kërkoi nga Allahu diçka që nuk i takon. Dhe i tha, më përkëtov në Zoti im, se të më shëtosh mua në familjen tim. Dhe ti je gjykuesi më i drejtë. Dhe i thot, Allah i më këruar, o Nuh, mos kërko ata që të takon, a i nuk është për familjes të. Pra, Allahu e përshkrua kur Nuh alayhis salam që për deri në momentin e fundit, i thot djalit të tij, o djalosh, hajde me ne, këtë nani, shpëtosh. Dhe i refuzon dhe thot, o baba, unë nuk vi me ju, unë të shkoj në majtë të malit dhe jetë të shpëtoj nga dalët dhe nga ujë. Pra, një nga sprova që sërgohet besimtarit është dhe kjo, kur një afërm i tij është ju besimtar nuk është musliman. Ne kemi të detyrë të jetonim deri në fund, me maturim më të madhe, me keqardhje më të madhe, me mëshirë më të madhe. Dhe jemi gjithmonë, pra t'ju kërkojmë Allahut ndihmë dhe sukses, që Allahu t'ju udhëzojë
familjet tona. Dhe kjo është ajo që ne duhet, pra ja vlen të jetojmë për të. Në radhë parë ja vlen të jetojmë, pra të përpiqemi që këtë Islam që Allah na dhuroi ta ruaj, dhe gjëja e dytë të nderuar vëllezër është se si unë bëm shkak për të afërmit e mi, për njerëz që i njoh, që ata pranojnë Islamin. Ky është shqetësimi jonë më i rëndësishëm. Me kaq e këtu, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah.